Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, paralajmëroi sot se çdo sulm ushtarak nga Shtetet e Bashkuara do të çonte në një luftë në gjithë rajonin. Deklarata u bë në një fjalim publik, ku ai foli për herë të parë që nga mesi i janarit, duke i cilësuar protestat e fundit në Iran si një gru shteti të dështuar. Amerikanët duhet ta dinë se nëse fillojnë një luftë, këtë herë do të jetë një luftë rajonale, deklaroi Khamenei. Paralajmërimi vjen në një kontekst tensioni të lartë pas një lufte 12 ditore në qershor, gjatë së cilës Shtetet e Bashkuara bombarduan Iranin pas një përshkallëzimi të nisur nga Izraeli. Që nga vala e protestave të brendshme të cilat kanë lënë mijëra të vdekur, presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar publikisht me një sulm të ri ndaj Republikës Islamike. Megjithatë, në orët e fundit, të dyja palët kanë sinjalizuar një prirje drejt rrugës diplomatike. Tensioni është rritur edhe me Bashkimin Evropian, i cili ka futur trupën e Gardës Revolucionare Islamike në listën e organizatave terroriste. Në kundërpërgjigje, parlamenti iranian i shpalli ushtritë europiane si grupe terroriste, duke u mbështetur në një ligj të miratuar fillimisht në vitin 2019. Kryetari i parlamentit, Muhammad Bagher Ghalibaf, dhe deputetët u shfaqën me uniforma të Gardës Revolucionare, duke brohoritur slogane kundër SBA-s, Izraelit dhe Europës në përvjetorin e kthimit nga mërgimi të Ayatollah Khomenit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur rreth 10 anije luftarake në gjirin persik, përfshirë aeroplanmbajtësen Abraham Lincoln. Irani njoftoi se do të nisë një stërvitje detare në ngushticën e Hormuzit, një pikë kyçe për furnizimet globale me energji, të cilën Teherani ka kërcënuar ta bllokojë në rast sulmi amerikan. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi se lufta nuk është në interesin e Iranit apo të Shteteve të Bashkuara dhe se preferohet diplomacia. Një zyrtar i lartë iranian raportoi përparim drejt negociatave. Trump konfirmoi për Fox News se Irani po zhvillon bisedime me SBA-n, pa dhënë detalje. Në planin e brendshëm, regjimi iranian ka shtypur protestat e nxitura fillimisht nga rritja e kostos së jetesës. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Aktivistëve të drejtave të njerëzit me seli në SBA, mbi 6700 persona janë vrarë, përfshirë 137 fëmijë, ndërsa po hetohen mbi një 17000 vdekje të tjera të mundshme. Autoritetet iraniane pranojnë mijëra viktima, por fajsojnë protestuesit, të cilët i quajnë rebel të armatosur.